Mirë, Aroma e Trëndafilit Kuq ka patur një hënë ndërkombëtare, u dha së fundmi para disa kohësh edhe këtu në Shqipëri. Pse zgjodhe pikërisht këtë histori? Ti e ke shkruar vetë edhe skenarin? Po, skenarin. Më lejo ta them ta cek pak dhe titullin. Aroma e Trëndafilit të Kuq e kam titulluar ashtu sepse Trëndafili është i vetmi narrator në historitë e zemrës. Ne kur na pëlqen dikush, kur kemi simpati, dhurojmë një lule. Dhe Kuqja ka të bëjë me atë ndjenjën që rrjedh kaq natyrshëm tek ne, kur simpatizojmë. Greg të lashtë e lidhni dhe me Erosin, Trëndafilin e Kuqit. Dhe është shumë intrigues si lule. Nëse do shkojmë në një kopsh me lule, gjën e parë që ne do na shohin mes atyre luleve shumë ngjyrëse do na shkoj syri tek Trëndafili Kuq. Prandaj më ka pëlqyer ta titulloj Aroma e Trëndafilit të Kuq, por kjo ka të bëjë me subjektin që un kam cekur. Në film, po e them me pak fjalë, un trajtoj me finesë atë vjen e holl që ndan miqsinë dhe ndjenjen. Ndodh shpesh që ne kemi të kërkojmë më shumë se miqësi, ndoshta në shoqen e bankës, në shoqen e kursit, po është reagimi njëjtë nga dyja palët dhe kjo është ky subjekt është diçka që i përfshin të gjithë dhe kjo është edhe dëshira ime për ta sjellë në film. Si janë reagimet kur njëri e përcjell ndjenjat më shumë, a mbetesh miq apo prishet kjo miqësi, nëse kalohet kjo vi. Mjaft interesante, mund të rrim ja 3 orë të tjera të flasim për këtë çështje. Më kujtua një libër mes djemsh më erdhi në mendje tani. E kemi sugjeruar këtu te Kinoteka dhe sjell pak a shumë të njëjtën histori. Kjo vajzë ishte mësuar trinte mes djemve gjatë gjithë kohës, ishte shumë okay me këtë për qenë miq, por deri kur dikush kalon atë cakun. Nga miqësia kërkon diçka më shumë. Vetëm se në këtë rast nuk kemi të bëjmë mes djemsh, por mes vajzash. Mes vajzash. Është, shiko, subjekti është në mënyrë metaforike i sjell në atë mënyrë dhe un kam arsye pse sjell me vajzat. Po them diçka, vajzat janë ato që në një marrëdhënie mbajnë peshën më të madhe. Dhe un prandaj e kam sjell, po dua që publiku ta zbuloj vetë kur ta shohë, po gjithsesi e thash pak a shumë. Prandaj kam sjell në program. Më vjen natyrshëm të bëj një pyetje. Ose t'ua bëj të dyve me që ju kam. Po bëje. Parë nga gjenia maskullore. Kush e vuan më shumë një raport dashuror? Me që jemi tek dramat e romancat, i bëjmë edhe këtë. Kam përshtypjen që e vuan ajo se ajo. Përfundon. Personi që është më i përfshirë, do thoja. Unë mendoj vajzat janë më të ndjeshme në një marrëdhënie. Shpresoj të jemi gabuar, janë më të ndjeshme, shprehin si thua e përjetojnë pak më shumë atë zhgënjimi, sidomos kur është hapi parë në atë brishtësinë e tyre që me gjithë sinqeritetin jepen në një shoqëri, në një marrëdhënie për të parë diçka më shumë se sa miqësia. E ja edhe këtë pyetje. Por në fakt kam përshtypjen që është personi që është më i dhënë. Nuk po them detyrimisht personi tjetër. Komentoni edhe ju. Cili mendoni që e vuan më shumë edhe kush le të themi kush shkëlqen pas ndarjes. Vëra si këto fjalimet motivuese tani e tepërt, ishte e tepërt kjo. Flasim pak për procesin e xhirimeve në Shqipëri. Është xhiruar në zonat e jugut të Shqipërisë, duke përmendur këtu Korçën, Himara, pastaj e vende të tjera. E kemi filluar në Tiranë në fillim, më pas jemi zhvendosur në Korçë, më pas në Dërmi, në Himar, dhe aty ku jemi fokusuar më shumë tek Riviera Shqiptare, që është një rivierë mrekullueshme dhe unë kisha shumë dëshirë ta sillja në film. Dhe nuk ishte pse ti mungonte në fakt Riviera Shqiptare filmit, sepse kush më mirë se sa deti, ato pamjet e mrekullueshme mund të lidhen me një zhanër të tillë. Patjetër, janë të gjitha elementet e romancës mund t'i gjesh në jug. Perëndimin, detin, po edhe lulet, sepse ishin ato shtëpit kishin një dekoracion të shumë fantastik, dukeshin si piktura pa kornizë, ishin shumë të bukura.